A ka botë tjetër që jetojnë njerëzit përveç dunjas? Normalisht Kurani dhe Suneti nuk ka ardhur për na treguar neve për astronomi. Ajo është punë e shkencëtarëve të hulumtojnë. Mirë po, sipas argumenteve të përgjithshme fetare, kjo dunja, kjo botë është botë ku ka jetë, ku ka njerëz, ku ka dhe obligime. Pas kësaj është jeta e ahiretit, jeta pas vdekjes, ku do shkatërrohet dynjaja, gjithësia dhe çka kanë te, dhe do të jetojnë njerëzit domethënë në jetën pas vdekjes, jetën e ahiretit, kush ka bërë vepra të mira në xhenet dhe kush ka bërë mosbesim, kufër dhe vepra të liga në xhenem. Pra, këto janë argumentet e përgjithshme fetare, por Kurani dhe feja nuk ka ardhur për na treguar neve astronominë, edhe në cilën planet ka jetë, edhe a ka jashtëtoksor që janë pyetje që zakonisht njerëzit i parashikojnë. Ajo është punë e shkencës. Nëse ka fakte dhe argumente shkencore, ato pranon. S'ka fakte dhe argumente shkencore, ata refuzojnë dhe mohon, kështu neve na mëson kjo fe e madhe e Islamit.